Përplasjet brenda Bashkimit Evropian në lidhje me sulmin e Izraelit ndaj Iranit pritet të dalin në pa gjatë takimit ambasadorëve në Bruksel, duke penguar përpjekjet e bllokut për të gjetur një përgjigje të përbashkët ndaj krizës. Është padyshim një çështje që po diskutohet, deri në çfarë mase është e pranueshme kjo e drejtë e vetëmbrojtjes, deklaroi një burim. Bashkimi Evropian lëshoi një deklaratë disa ditë më parë duke u bërë thirrje të gjitha palëve të respektojnë ligjin ndërkombëtar, të mos ndërmarrin hapa të mëtejshëm që të mund të shkaktojnë pasoja serioze, siç është çlirimi i mundshëm i materialit radioaktiv. Burimet e brendshme thonë se një pjesë e madhe e diskutimeve midis shteteve anëtare ishte nëse Bashkimi Evropian duhet të deklarojë se Izraeli ka të drejtë të mbrohet në kontekstin e sulmeve të tij kundër drejt Iranit. Rreth 15 shtete anëtare, përfshirë Austrinë, Çekinë, Francën, Gjermaninë, Hungarinë, Italinë dhe Holandën, donin ta shtonin këtë fjali, por nuk u ra dakord unanimisht. Disa vende të tjera theksuan se nuk kishte prova të mjaftueshme që Izraeli ka të drejtë të nisë ofensivën kundër Iranit. Sipas ligjit ndërkombëtar dhe kartës së OKB-s, një shtet mund të ushtrojë të drejtën e tij për vetëmbrojtje në rast të një sulmi të armatosur ose sulmi të afërt. Çdo veprim i nevojshëm duhet të jetë gjithashtu proporcional. Izraeli thotë se seria e tij e sulmeve janë lëvizje parandaluese për të mos lejuar Iranin të sigurojë armë bërthamore. Çështja do të diskutohet nga ambasadorët në Bruksel dhe është një pikë e rendit të ditës për samitin e krerëve të shteteve dhe qeverive javën e ardhshme. Ndërkohë burimet të Bashkimit Evropian tha se ishin të befasuar nga një mesazh i presidentes së Komisionit Ursula von der Leyen, që njoftonte mbështetje të nënkuptuar për sulmet e Izraelit kundër Teheranit. Mesazhi i von der Leyen shkoi më tej se deklarata e dakordsuar e Këshillit të Evropës, që është krau i Bashkimit Evropian me autoritetin për të kryer politikën e jashtme. Presidenti e Komisionit shkroi në rrjetin X: "Fola me presidentin Herzog në lidhje me situatën në lindjen e mesme, unë përsërita të drejtën e Izraelit për të mbrojtur veten dhe popullin e tij. Nuk kishte konsensus për të thënë se Izraeli ka të drejtë të mbrohet, por von der Leyen e deklaroi gjithsesi", tha një burim tjetër diplomatik. Një nga ish-krerët e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike pretendoi se dyshimi i Izraelit nuk përbën një kërcënim të menjëhershëm dhe se sulmi ndaj objekteve bërthamore po thyen ligjin ndërkombëtar. Bashkimi Evropian e konsideron Iranin si një ndikim të madh destabilizues në kontinentin evropian përmes mbështetjes ushtarake ndaj Rusisë. Teherani ka furnizuar Moskën me dronë që nga fillimi i pushtimit të Ukrainës në vitin 2022, sipas ushtrisë së Kievit.